Gola, faleminderit që keni përzgjedhur ateljen time për me vizitu. Tash po ndërtohet shkolla e artit, që ka mungu këtu të na shumë në Gjakov. Po, na kemi edhe zëtim këtë shkollën e artit aplikativ. Po. Edhe besoj që ajo ka me qenë një mundësi jashtëzakonisht e mirë për me zgjeru shkallësitë që është. Po pra, faleminderit shumë. Inshallah ju shkon që omën. Faleminderit. Më krojmë për 38 vjet e kom diplomu. Edhe është, jo, domethënë është me faza. Faza e parë është studim, faza e dyta është, si më thon, relaksim, e treta e kom gjetë veten, muzë e kom femnën, edhe në gjitha format e kom qef një ngri kështu në piedestal, grunë. Që 36 vjetë punoj në shkollë, jam si profesoreshe e artit, jo si shkollë teknike, edhe vonë tash e kom hapa të lenë. Që kjo shkollë e artit o duhet shumë ma herë. Profesorat në fakultet i kom pas të Gjakovës. Nuk më thonë gjithë, po shumica kanë qenë Gjakovarë. Veç peja mi pas një na, mos me pas që tjepi kulturës, si pëndër, si gjitha arteve është Gjakovarë. Na po kemi edhe një problem tjetër edhe që histori që e kemi nuk kemi të trajtu me njërën e po, vetë qëto ornamente, qëto zbukurimet e tregojnë kohën, lashtësin tonë, kohën tonë, do me thonë sa jemi popull i lashtë, qaq kulturë kemi. Pas politikant edhe kryetari aktual i komunës, veç 1% të ndjeshmërisë që kanë profesionistët për fushën e artit dhe të kulturës, po pra. Ne do të ishim pakrahasimisht më mirë. Shka është më e mira, sot që po më pëlqen, janë vendisu njerëz se dhurata po quajnë piktura. Mu që ajo po më pëlqen shumë. Na kemi filluar në nivel qendror Ministria e Kulturës veçanërisht, siç e dini besoj. Po, e di. Blej piktura. Po edhe pse jo dhe institucionet me zbukurim. Faleminderit shumë për pritjen dhe fjalët e ëmbël.